Zeid ibn Thabiti, ndërua vëllezër, tash ka shumë, nga se po na duhet shpesh herë se nuk e dim sa ku janë njerëzit me informacione, por çdo njeri ku shoku çka por se shumë pak informacion. Zeid ibn Thabit është shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ai i cili kur ka zbrit ajete të reja i ka marrë i ka shkruajt. Andaj edhe kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, Abu Bakr as-Siddiq dhe Umar Khattabi e kanë dhënë Zeidin për me shkruajt mushafin. Se kanë thënë se ti ashtu e ke shkruajt kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tregon Zeid ibn Thabit radiyallahu an, zbriti fjalë Allahu te bareke ve teala, la yastawi al-qa'idun min al-mu'minin wal-mujahidun fi sabilillah. Thot Allahu te bareke ve teala, nuk janë të barabartë ata të cilët s'dalin me luftu me pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe ata që dalin me luftu me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Janë barabartë. Njëri del atje rrezikon veten me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tjetri nuk e rrezikon veten. Allahu thot la yastawi, janë nisoj vallë. Ani psa besimtar, nuk janë nisoj. Edhe në ndërkohë, të e shkruajt Zeidi ajetin, pejgamberi sa po ja citon, dia dikton. Shkruaj çështu, pi thot Allahu xhala, la yastawi al-qa'idun, nuk janë barabartë besimtarët që dalin luftë dhe ata që dalin luftë. Dhe në ndërkohë ka ardhur Ibn Mektumi. Edhe e ka një ajetin. Edhe ky s'ka dalë luftë Ibn Mektumi me pejgamberin, s'ka mujt. Edhe i ka thënë ja Rasulullah, lau astati'u al-jihad la jahadtu. I ka thënë ja, unë me mujt me dal luftë, unë dal, s'mujt. Unë jam i verbër. Apo atëra në ndërkohë të shkruajt ajetin, ai ka plotsu fjalën. Allahu xhelle xhelaluhu në surën Nisa, lexojë të shtëpia, surën Nisa, surja 4, ajeti 95. Në ndërkohë të shkruajt ka zbrit Allahu te bareke ve teala një fjali mes fjalisë, një fjalë mes fjalisë. Ghayru uli dharari, por jashtoi ata që janë të dëmtuar. Këta, kismunat. E Allah e ka parazu me atë që ka del. Atare pejgamberi alayhi salatu wassalam, prej mirësisë që ka bënë këtij njeri, e ka bë imam në xhami kur ka dalë luftë. Thotë Enes ibn Malik, unë vetë 2 herë kam pa, e ka lënë pejgamberin sallam, domthon zavens imam, a mund të para mendu. Çati ku afal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tu kon gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sa ka dalë luftë i ka thonë rriti falë këtë namazin. Kjo privilegj i madh. Kanë kalon një verbër. Një verbër. Apo, atë që ashen prej trajtimeve që i ka bëu Allahu te bareke ve teala. Sulul Fath, thot Allahu te bareke ve teala duke i privuar, domethënë njerëzit kanë të meta nga angazhimet edhe nga detyrat e Allahu xhelalu ala. Thot Allahu te bareke ve teala, laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. Thot Allahu تبارك وتعالى, për të verbërin s'ka ngushtim. Jeni thot s'm intereson ai i verbër. Thot Allahu s'ka ngushtim për të verbërin. Dhe s'ka ngushtim për të çalin. Ai cili më zgjidhet. S'ka nevojë të më ngarkush ka sa smuret me bë. Dhe për të sëmurin s'ka nevojë më ngarkuaj. Pejgamberi sa edhe të smutin, edhe atë që do të më kujdes për smutin e ka privu për luftës. Uthman ibn Affan ka thënë rikshir maçikën sa e ka me smut. Mos hajde në Bedër. Pse? E smut. Shikoj sa është e madhe kur i kije një mungesë. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, kush i bindet Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allahu e fut në xhennetet sa rrjedhin lumej, e kush ja kthen shpinën Allahu xhelalu ala, atë Allahu e godet me azab të madh. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasalam në privimin e njerëzve me gjymtime edhe me të meta ndaj detyrave të cilat i kanë bërë shumica e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dëgjoni tani këtë rast. Rasti i Amr ibn al-Jamuhit me djemtë vet. Kjo kon A'raj. A'raj çdo më thon, i ka pas kom njërin kom më të shkurt. Ka çaluar. E kuptoni çalu? Eci me kadale. Unë ka të metë me të ecur. Apo para se me ka duq këtë rast, të u ka dzoj rastin që ka pranu islamin Amr ibn al-Jamuh. Kë Amr ibn al-Jamuh e ka pranu djemët e vetë e ka pranu islamin për para këtina. E ka pranu islamin për para këti. Dhe i ka pas shumë trima djemët. Ka orë në rasmetim se kjo o bo tash në ketë luana e në baba. Unë e vlaj, unë e luani. Sta ka lanë baba luani. Për e ka qujtë Hamzën, apo Luani Zoti Gjelle Gjellalu edhe Khalid ibn Walidin Saifullah. A u dhënë. Mirë po, nuk ban njëri me lujt me këtë termë.
Do përgjithësi, kur ti thosh dikujt Luan, do të më kon Luan. Apo. Ajo temë societet. I ka pas djem Luan e ka pas. Edhe kam pranu feje. Baba vet ka me të pagan. E ka pas një put të shtëpia. Edhe sa herë që ka ardhur të shtëpia, e ka adhuru. Edhe djem të vet, shikoj se pagan e kanë pas babën. Qish me largu babën, i kanë fol, ka thonë largoj. Sa i trimi pi trimit del. Me trim djem, po baba trim, largoju. Edhe ka largu. Edhe kanë thonë, du të mi bëu këti manovër, mu bind vetë këse problema tishtë është së ne bind ta me azgan lëkës, edhe kia azgan. Edhe janë morë veç djem të vetë, ka thonë e diqa. Kena me amor gjdo natë, apo kur del në punë baba, kena me amor Putin. Edhe kena me ja gjujtë në lëqë. Ama në lëqë, për para, se në konë sot si banjët e sotit. Edhe frikë ka pasë në për fshatra. O konë banjoja, nevojtoria, pak ma larkë, edhe o mbledhë në beturina aty, jashqitja. Pasaj ajo, o mbledhë edhe o gjujtë dikun larkë. Apo, kështu ka pasë edhe në Medine. E ato kanë tonë, kena me ja gjujtë ati, ku a jashqitja, Putin. Edhe ja morin një natë, e 2 natë, e 3 natë. E kinë gjdo natë, kur vjen, ku a Puti, e thonë, këshërë që ka gjujtë dikush. Edhe kur ka shkuaj, e ka morë pillumit, pi jashqitjes, e ka fshije. E ka pastru, sa i zot e ka pasat. Edhe e ka lonë të shpia, i ka pasishte. Shko? 1 natë, 2 natë, 3 natë, edhe një ditë në nervozohet. Amr ibn Gjemuhi, ka dek shahid në luftën e Uhudit, sahabi pejgamberi sa. Po kjo rasti para se ka pranu fejen. Një ditë lodhët. Para në Zotin të erujt ti. Subhanallah. Neve Allahu në arun neve. Na nuk erujna Allahu në gjellë gjellalu. Aman, kur jem pagan, dush me rujt Zotin. Edhe një ditë për dive lodhët. Edhe natën, ja merë menja se prap kanë mja gjujt, edhe ja lidh një shpat. Që e thot ti puti jem, maje këtë shpatën, dhe vend dikush, mërojo. Ato gjem të vetab, të lumi atje. Edhe kur e shojnë me gjithë shpatë. Edhe i thot, qyshtot, ta la shpatën, edhe së mbrojta, s'ka në zotë të ve. Atëre, janë i thot, ku shëtë ma bomar këtë punë? E kuptën se gjem të vetë. Kur këthejtë dhe thot, qka puna? Thot, oh baba jonë. Pasu lodhe më punë, sa ve zotë këtë? Atëre i thot, qomni të Resuli i Allahu Gjilluala, qomni të Muhammedi s.a.s. Qomni se u kanë, ka qaluë. E kanë qute pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gëzimin më të madh edhe e ka pranu fejen. E ky s'në ka dalë luftën e Bedrit. E s'në ka dalë shpesh herë se pejgamberi se ka pas luftat kryesore janë lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, lufta e Ahzabit, lufta e Hunenit, këto janë lufta kryesore që ka pasur. Apo pejgamberi ka pas me 10 ekspedita, ka çuçi aty, ka pas ekspedita. O kon vlerë pejgamberi me thon, shko kryesh këtë punë. Edhe kësaj ka shkuar. Në ditëve djemtë vet kanë dalë luftë, në ditëve pejgamberi bën mobilizimin për me dalë në Uhud. Edhe kjo thot jam vetë, ka marrë edhe une. Ata jo bab ti ka arsyetu Allahu, rrejt e shpijat, na dalna. E nimojna për nësam, 4 djemë, na atë e nimojna. Edhe ja binte pejgamberi alayhis salam dhe i thonë, ja Rasulullah, o pik me dal me ti në luft. Dorsa Allahu ka zbita jetës e je i shkarkuar prej kësaj barre. Atëherë pejgamberi alayhis salam i ka thonë sa i përket tyje, o Amr, ka thënë Allahu të ka thënë leje, fela gjihad e alejk, s'ki nevoj me dal luft me muë, s'ki nevoj me dal luft me muë. I ka drejtu babës, pastaj ju ka drejtu djemve. Ka thënë, ajo që ki insiston mëse pengoni. Që ki insiston mëse pengoni se nuk i dijet se bje shahid. Luft me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Atëre pejgamberit alayhis salam i ka thënë Amri, ja Rasulullah, a pesha këtë kamën teme që lakon kjo. Ka thonë nëse vdes, e Allahu problem me xhenet. A jes edhe atje që shtu a mindron Allahu kam? Ka thonë jo, o Amr ibn Gjemuh. Ka thonë Allahu të jep kam 3 atje. Atëra moj betëse ka vullos që ka me dal. Edhe ka dal në luftën e Uhudit edhe ka ndru jetë. Kër e ka pa të vram pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë sikur jam të pa me dikam të shnosha në xhenet. Radiallahu anhu wa arda. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, trajtimin e atyre që kanë pas të